kandidatët, fushata se... Ne nuk kërkuam as një ditë, as një orë kohë dhe për Bashkinë e Tiranës ishim të përgatitur, motorat po ndizeshin, kandidati po bënte përgatitje të ethshme dhe por natyrisht vendimi i gjykatës kushtetuese mirëpritet nga çdo qytetar i vendit. Sepse pa kushtetutshmëri vendi nuk ka të ardhme. Kështu që me të gjitha bashkitë të tjera ne jemi të gatshëm, kandidatët janë deklaruar, janë shpall, janë edhe ata kandidatura intelektualsh, biznismensh, mjek të pavarura, por që do kenë mbështetje të plot dhe totale të Partisë Demokratike dhe të koalicionit tonë.